Një burr është goditur me thigë dhe është plagosur për vdekje në një apartament në Dietikon në Zyri të premte në mbrëmje, derisa policia ka arrestuar një të dyshuar. Viktima e njoftoi vetë policinë kantonale të Zyriut pak pas orës 23, ka njoftuar policia të Shtunën, transmeton Albinfo. Policët që u dërguan në vend ngjarje e gjetën 43 vjeçarin të plagosur rënd në apartamentin e tij. Përkundër ndihmës së menjëhershme në ringjallje, kosovari ndroi jetën nga plagët e marra, shkruan SDA. Sipas raportimeve, një burr 56 vjeçar nga Uganda dyshohet se e ka kryer krimin. Ai u arrestua pak më vonë në stacionin e trenit Dietikon. Rrethonat e sakta të krimit dhe motivi janë aktualisht të paqarta. Policia kantonale e Zyriut dhe zyra e prokurorit publik për krime të dhunshme kanë filluar hetimet. Përveç policisë kantonale, në detyrë ishin edhe policia e qytetit Dietikon, shërbimet e shpëtimit, mjekët e urgjencës, Instituti i Mjekësisë Ligjore i Zyriut dhe Instituti i Mjekësisë Ligjore i Universitetit të Zyriut.